Mi mbrëma të ndëruar shikuesi u adhurues të basketbollit, jemi në pamje direkte nga Pallati i Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, këtu ku do të zhvillohet derbi i pjesës së dytë të tabelës apo fundit të tabelës ndërmjet Borës dhe Vllaznimit, dy skuadra që në xhirot e fundit kanë arritur që të e komplikojnë gjithë situatën e Procredit Superligës duke arritur fitore të mëdha, gjithçka gati tashmë për të startuar në Prishtinë. Topi parë në duart e vendasve. Peyton Hunter do gjuan për 3 pikë për të realizuar pikët, por shpejt e rikuperojnë gjakovarët dhe Dasyla me ngulitje e përfundojnë aksionin. Hunter që do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Aleksandr Tademekic niset. Zeqiri do të gjuan për dyshe, e ka shkelur vijën. Tyler Cheese me luajti në kërcim. Bukur ai top tek Peyton që me ngulitje përfundon aksionin për 15-6. Deri në fund të Darin të realizon. Edhe njerë vazhdon sulmi i skuadrës së Borës. Mehmeti bukur tek Genc Zeqiri që gjuan për 3 pike realizon. Helms deri në fund realizon e ndalet edhe me faul. Bukur tek Jules që me ngulitje monstruoze e përfundon aksionin, e shohim edhe një herë. Nuk arriti të realizon Tyler Cheese me luajti në kërcim, niset shpejt në kundërsulm. Amin Hot gjuan për 3 pikë realizon. Amin Hot. Helms deri në fund, Jerry Cole Helms. Tyler Cheese do gjuan nga gjysmë distanca, realizon. Bukur shkon ai top tek Colomario që realizon për 3 pikë. Do shohim edhe Darin Vllaznimi edhe më tepër të kthehet në rezultat, e ka shkrier atë tepërsinë prej 10 pikëve. Nuk arriti të realizon Jerry Cole Helms, edhe njerë vazhdon sulmi i gjakovarve, edhe njerë Helms nuk qëlloj, por nga plani i dytë vjen Colomario. Kësaj radhe jo. Ati kushi tek Helms, Colomario deri në fund realizon dhe ndalet edhe me faul. Tek Todd Helms ndalet në gjysmë distancë e me tabelë realizon. Bukur debërton Amin Hot deri në fund. 34-30 shpejt kthehet tepërsia prej 4 pikëve. Megjithatë, edhe një herë dal në skin Jerry Cole Helms. Në anën tjetër shpejt përgjigjet Hunter. Tyler Cheese në anën tjetër bën slalom, debërton, realizon dhe përsinë e kthen. Do shohim në pjesën e dytë, vinë me njëherë pikët nga Jetmir Zeqiri. Todd deri në fund e fiton duelin 1-1 me Hunter. Në anën tjetër të Jerry Cole Helms, pas pjesës së parë vjen debërtimi i Tademekic. Shohim presionin në mbrojtje të Zeqirit. Vjen tentimi nga Dasyla që realizon për 3. Jules shkon në anën tjetër deri në fund, realizon, dalet edhe me personale. Amin Hot bukur tek Tademekic, do të gjuan. Tademekic realizon. Topi vjedhur nga Colomario që niset shpejt në sulm, vet deri në fund Leo Colomario. Vendasve bukur ai top i Mekic tek Jules, nuk arriti ta pranon, por Tyler Cheese e gjen debërtimin, shkon deri në fund, realizon.
Qiz, shkon deri në fund, realizon. Todd tek Atik Koshi, dhe gjuan për 3 pik, kapiteni realizon për 3 pik, edhe ai blokohet nga Todd, topi në duart e Samir Zekiqit. Colimerio, Todd, Reed, deri në fund, realizon. Nuk qëlloj, edhe njerë topi në duart e Samir Zekiqit. Colimerio, bukur, tek Todd që nga ana tjetër. Amin Hot, gjuan për 3 pik, realizon. Pika e 12 dhe trishja e 3 sonde e ti. Todd depërton deri në fund, realizon. Mekic, dueli 2 kapitanëve. Bukur aty, asiston për Jetmir Zeqirin, i cili realizon. Pika e 10 e Jetmir Zeqirit. Todd në anën tjetër deri në fund. Qiz, deri në fund Tyler Qiz, edhe një herë i sakt. 4 lojtarë në pikë dyshifrore tek Bora. Gjuan për 3, Tyler Qiz. Ka presionin, shkon topi tek Amin Hot, depërton deri në fund, realizon. Reed, para ti Adem Mekic, Ziggy Reed, deri në fund, realizon. Jetmir Zeqiri, double, kompleton. 10 pikë e 10 kërcimen teksa Jules, që tashmë do të regjistron fitoren e 5. Derbi i fundit të tabelës i takon Borës